O, Kriste, e mendon do ti unë të kisha bërë atë rikthimin për të mbrojtë mirën. Mu mërën zotin sa situatat. Kupton që ta putu është? Që ti the është tik me dy presa edhe po edhe jo. Që ishte Andilo që ju fut të kisin krevat. Që kupton ti që do i kisha bërë në vetës time? Për të mbrojtë mirën. Nisem, ka rujt zoti. Po unë edhe me këtë debat, zoti është i madh, të beton, kam qenë duke u lanë ndush të shpella dhe kam qenë shumë e ngarkuar dhe kam thënë Zot, ti më ke dhënë mundësinë me qenë këtu, të lutem, më drejton rrugën e dur dhe Kristi, si kam dalur nga ai dush, plaste, debate. Ja, po të gënjeva një fjalë. Edhe unë kam thënë okej. Kjo që ka rruga e dur. Kjo që ka rruga e dur. Ndoshta s'është e dura, po unë dua të besoj, për sa kohë ishte direkt pas lutjeve të mia, sepse unë vërtet e dua këtë format dhe vërtet kam qenë shumë e sinqertë në këtë format. Kupton? Edhe nuk jam nis kur, okej, se i kam superu mënyra se si më ka ardhur loja, është tjetër gjë. Po se ka qenë kjo dëshira ime për të luajtur sot, nuk ka qenë kur dëshira ime. Përkundrazi ka qenë frika ime dhe me këtë Sa ke përmendur? Nuk i të them. Nuk kam marrë rjedha. Ka të bëjë ajo që po thonë njerëzit që do jetë ndërtojnë karrierën, përfitoj edhe në të stafizën në përqenjë. Jo. Kristi, rregullo mikrofonin. Unë kam vazhdu sfida e krevat, vetëm për të vendosur njerëzit në njëjtën sikletë se ç'isha unë. Më pas, në prajmin e parë dola unë keq, dhe unë mbrojtëm shumë mirë që në prajmet pas ardhse doli keq figura e Mirit që nuk shpjegonte kurrë marrëdhënie. Vetëm një argument, kam një vajzë jashtë ose e shoh si vajzën time. Këto dy argumente ka pas Miri. Do më thash, do ja thash djem prajm, mos dosha e thashun mos kisha dalur këtu ditën e dytë dhe për të thënë që ti ke moshën e babit, ti kurrë nuk do kishe paralizuar marrëdhënien tonë me marrëdhënie një prindi me një fëmijë. Tha jo, unë e kam thënë vetë nga dita e 1, kjo nuk është e vërtet. Ti tha ma ngule thikën pas shpine, kjo ishte mënyra jonë, tha se neve tha kemi pas strategjinë tonë, është okej, po të bëj një pyetje tjetër. Jo, tha tani do flas vetëm unë, tash po një pyetje do ta bëj.